Më ka thonë baci mi lajmë që ta kona flin. E kumru, do më thonë, vakt iftarit që lutjet pranohen, edhe na në këtë vakt iftarit bëjmë do që aty në Zotin më shtu bereset. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisha dorë dikush me një unë është të model që e. Më rritët diçka në sen, ja gëzë ngatë, në mamë qaki ma. S'më jevë, s'ma onve durët me jesve, pjesë ko që. Së mënjëve të monimi asë ko gjojsh me po që shërëvet. Po në me i kesh, po më vje që napi tyne. Vetë se me këshirone, po të këta me më këshimu. Këtë mujtë shajtë të Ramazan, na del dikush që t'i ndihmoj kësaj familje. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të emisionit të harruarit. Para një jave ishim tek familja Kiçina në komunën e Drenasit. Aty pam një familje e cila jetonte në kushte jo të mira. Pam një nam të smur dhe pam dy jetim të cilët kanë nevojë për gjitha gjanat elementare. Dhe pasi e publikuam ngjarjen, pasi i pam ato video, pasi i pam atë jetesë asoj familje, shumë njerëz, shumë bamirësa, shumë njerëz të mirë e kanë shprehë dëshirën që të ndihmojmë. Ne sot do të shkojmë tek ajo familja dhe këtu jemi të Herta Kids, e cila ka shprehë dëshirën që familjes t'ja dërgoj një iftar dhe të marrim disa rroba për fëmijët dhe dua t'ja dërgojmë atyre tek shtëpijat e tyre. Pra ne e fillojmë këtu emisionin duke i marrëm edhe porcionet e iftarit dhe atje të bëjmë iftar dhe do t'i marrëm rroba për fëmijët dhe do të vazhdojmë në komunën e Drenasit ku na pret familja në iftar e Zoti ju shpërblet ju nderoj gjithë aty që kanë kontribuar vëllai. Dhe kjo është gjithë pamirësia e pronarit Herta Kids, Zoti e shpërblet dhe nderoft. Gjithashtu Herta Kids e ka dhe restorantin e vet dhe ata neve na kanë dhënë iftarin me veti që ne pra do të shkojmë dhe do të familja në Drenaz dhe do të bëjmë iftar me atë familjen. Zoti shpërblet dhe nderoft. Gjithë ata që ka kontribuar në veçanti Herta Kids që na i ka mundsu edhe rrobat edhe iftarin që ne ta hajmë me atë familje që ka nevojë. Falenderojmë dhe artëm dragushën i cili na ka dhuru këtë fli dhe na i ka dhënë për këtë familje dhe ne edhe me fli do të shkojmë dhe të bëjmë iftar qysh e ka atleti dhe kultura jonë. Kështu që kemi sofrën, flinë dhe ushqime tjera të cilët na i kanë dhuru të hana për ushqime tradicionale për fli. Zoti shpërblet dhe nderoft. Pasi e morëm bukën e iftarit dhe rrobat veshbatjet për dy fëmijët, na tash vetë se jemi në bajicë të Drenasit dhe tash jemi afër shtëpisë dhe padyshim kemi edhe një amanet për këtë familje, gjithë ata që kanë kontribu, kanë dhënë nga pasunia e tyre Zoti shpërblet. Ne amanetin e tyre po e çojmë vend me emrin e Zotit dhe ky amanet do të shkojë familjarit Milaimit Kiçina dhe të dorëzohen 14 zarfa të cilët janë nda dhe janë paraqit ashtu siç na u kanë dorëzuar neve. E kemi qendra islame shqiptare Ulm që i ka dhuru 2500 euro. Mesin e tyre është edhe Haxhi Halili nga Ulmi që i ka dhënë zeqat 500 euro. Antari e falenderojmë shumë arkatarin e xhamisë Haxhi Bekimin. Pas kësaj është e para kjo zoja që ka një rroba qepse të vogël me qira në Prishtinë dhe momentin që e ka pa videon me lot në sy mi ka dorëzuar 100 euro që e përshëndesim dhe i bëjmë shumë dua për të Zoti i në moftë dhe bereqet i qoftë. E kemi Elife Ramadanin që i ka dorëzuar 400 euro, do të thonë çdo euro është në zarf e fut me këtu. E kemi Durim Aslanin që i ka dorëzuar 50 euro, Arlind Maloku 100 euro, Artemis Ajeti 745 euro, Mirlinda Zyberi 150 euro, Alban Krasniqi 100 euro, Javed Rahmani 150 euro, Muhammed Hasani 200 euro, Besir Hajrullahu 400 euro, Afërdit Berisha 210 euro,
është një post që më ka thirrë porosit online shpejt dhe sakt, ka thonë po du mi dërzu 100 euro dhe i ka pru 100 euro, nuk e njeh në jetën vetëm i ka pru përmes postës, Zoti e shpërbleft, dhe kena Altin Avdyli i cili është shpreh dhe ka dashur mi dhuru edhe 40 euro. Gjithsej e kanë kalu shifrën bajegi 5.000 euro, Zoti i shpërbleft i në roft, dhe padyshim se na tash po shkojmë për gëzim që t'i gëzojmë këtë familje dhe kemi premtime Allah të mëdha që vazhdimësia e ndihmës do të vazhdoj për këtë familje me ndihmën e Zotit. Zoti ju nderoj gjithë dhe juve i shpërbleft për gjitha të mirat që i keni dhënë dhe mundoheni me ndihmu familjet shqiptare. E ku morë një fli, do bok edhe këto, edhe pinzira me sholla, jo sen s'keni mu bo të lash. Na, ne veç që po na pretë në shpi, e po hom, një iftar e kismet edhe jetëm të një. Amen Zotit në roft, amen e sholla. Na bëni halal për gjithë shka. Ale, bismillah. Me gjithë sofrë kena ardhë. Të baci milajem. Edhe feshtrojna sofrën e po hojna buk. Hojna iftar. A ka venë me shtru sofrën? A ullëm sofrë? A ka venë? Bismillah. Jemi të baci milajem edhe e kena pru edhe sofrën edhe po hojmë kismet iftar. Ale, bismillah. Hajde. Edhe, ta ku pru të fli? Më ka thonë baci milajem që ta kona flin. Ale, bismillah. I kam 14 zarfa. Edhe se cilët ja kum shkru sa i kanë dhonë, me emra dhe me mbi emra. Jo ndikon mi 5.000 euro, qëtë. E Zoti inshallah i shpërblen gjithë ata donaturët. Në këtë farë e kum ru, do më thonë në vakt iftarit që lutjet pranohen, edhe na në këtë vakt iftarit bëjmë do që aty në Zoti më shtu bereset. Edhe juve inshallah Zoti ju qatë të mirat në këtë botë edhe botën tjetër, edhe unë po t'i dërzoj qita, amanet, edhe inshallah jashtini hajrën. Ata mu mi kanë dhonë, unë po t'i dërzoj ty. Juve edhe ata Allah i shpërblet e Zoti i beresetit. Amen, inshallah. Inshallah më shumë ja për Zoti i beresetit. Bacilajem, ti s'na ke thonë veç kumni që e kështë elshu tokën për xhami ato? Allah s'kuft. Ka thonë mi ble ka hojju, për jetë Allah të mi shumë, po me zemër nuk. Bëllë jam për ati. Allah është shpërbleft, Allah e në roft. Neve që të na i kanë dhonë, na për dërzojmë, edhe kanë thonë qatë ka nevoj haladi që ka ma shumë, na këto s'kena menal, deri t'i qojna këtë senet të në fund, edhe ka mu bu mirë me emër Zotit. E këtë djalli i vogël tash, do më thonë shkën gjithë edhe zritat. Do më thonë, që ko emrin? E një Ramazan. Sa vjetë? 12 vjetë. 12 vjeqari, sot qëtash nuk kanë mesin tonë, sepse ka shku në xhami për midhes kandilat që ky ka tonë të bëjë iftar. Zoti është shpërbleft e në roft edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Zoti është shpërbleft me gjithat mirat që ai din që shmi shpërblim këtë Ramazan. Do të thonë edhe është një nushëm edhe ka shku në moshën 12 vjeqare për me shku midhes kandilat në xhami. Allah e bof pres se kush e lëshon një tokë, ka thonë pejgamberi a.s. për xhami këtë dunja, Zoti në xhenet ja ka siguru një tokë, edhe një shtëpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Në gjusë të ndërum, naves ishën prapë të Baci Milajem, këtu në pajicë të Renasit, e hangërëm iftarin
dhe kalum ne edhe një natë me e gjithë mirë. Na me gjithë batësin, ne i falenderojmë gjithë ata që kanë ndihmu, po vazhdojmë me Allah i ndihmu. shpërbleft. Allah i shpërbleft, na i tërzumë gjithë amanetin e tyre, juve. Dhe përmes kësaj videos, dhe përmes këtij ekranit që sot jemi para jush, na këtë mujtë shejt Ramazanit, lusim Zotin që juve Zotit, që qoj bereqet, që qoj shëndet, familjet të juve, dhe çdo mirësi në jetë. Edhe një herë faleminderit shumë për juve. Nasim Lajem, Amin inshallah. Allah i shpërbleft tonë edhe juve Allah i shpërbleft. Zoti beset mas madhe në që kush ka kundërpu për amin shpitën, inshallah. për Na shkicit. të jemi në kontakt prapë. Ani fan bejt. Do të mundohemi, do më thonë, edhe disa obligime tjera që kemi edhe ndaj jush, edhe ndaj qikës qu, Ismet, që mu mundu që me gjetë shërim sa ma shpejt, Shumë fan bejt. edhe ndërtimin e një shtëpije që shpesh ju kena premtu. Kështu që edhe aja Kismet inshallah do të buhet dhe do të vi me gëzimin tjetër, që është edhe me këtë gëzim me amanet, me ato të holla, me Amin ato inshallah. tesha që dërun herë ta kids e flin që na ka dëruar Allahu Artuni dhe ushqimin herë ta gjitha këto edhe ato parat Allah i tjera shpërbleft që ata na- herta e juve, e falëndesh për tyne, për juve. Allah i shpërbleft. Amin Shumë shumë. falëndesh për juve. Zote në rohë që na ke prit, i qovë bereqet e shëndet i sa shumë. Amin inshallah të cedhe. Alhamdulillah. Falëndesh për juve shumë.